Ata mori që këtë kameramanin. Ka shku në brek dytë. Ka shku në... Atë kam thonë Moskofel. Atë kam thonë Moskofel më qumë. Ke shku në brek dytë zjas no. Kush këmër? E lidh me konop. E lidh me konop. Mire bo. Se s'mi vë braçalet mi streci. Më shko thellë, se ka balena. Më shko thellë, se ka balena. U të me rushi pia se do një balen, po sigurisht që ka balena. E s'ma blua në grurit, oh për bat. U të me rushi tarë për balenën, sigurisht që ka balen. Po pa tjetër më, Edhe në bregdetin ton ka balen. Pa tjetër dhe ka pasur, nuk e se kanë artë të shi gjenëm. Kanë kaluar aty. Ka edhe foka e ka delfina e ka tjetër. Nërsa peshkaqenët... Peshkaqen jo se i nxjerrim në brëk. Jo, janë ta të mesdheu që janë pa dhëm miqënderuar, mos i kini frikë. Mund ndajnë të frikshëm, por nuk kanë dhëm. Edhe për këto gjarprinjt e Shëngjinit, njerëz ka shku rruga në mal, aty janë gjarprinjt. Mos përhap një panik. Gjarpër këtu e gjarpër atje, po patjetër. Ca lajme kështu që po i hedhin nga motorri, motociklisët. Po të shkosh ke strofulla, ke foletë e gjarprive, do dalje e ku të shkoj. Do shkojnë vizitoj njëri tjetrin. Pa panik. Komshint, edhe do kanë ke rruga. E më syzez, e më bzet qërshorë, kënë tjanë. Mërsaj mirë kodra. Si s'na raj pikë shimër, për i dhe. Po s'na raj pikë shimër, amon një mërja. Iku vera. E di pse e kërkuj shion, Galata është ne filloj me 1 shtator. E di pse e kërkuj shion. Po qarë, vërë. Se në Tiranë, të shi, thonë. Lafe, legjenda. Ka lagje që nuk kanë ujë 24 orë. Lafe janë ato, po diqë mu. Jo, po dhe në Vlorë, vinë ankesat s'kemi ujë, 2 herë në ditë. Tjetër. Pa le, pa ta shi më thonë koni këtë. Edhe këto lajmi që digjen për o nish, o artist, o grupi. Pa le, dhe një të lula. Po falë, do ikte i shoku jonë pa i kry gjitha punët e Tiranës? Bravo, doj. Jo, se po të vinë të shi të t'jepje një zidhje si një shoku im. Nuk jeton Tiranë, ki me thonë drejten. Ku jeton? E di për që... Mare vagabond! Are të gjitha letë që... është jashtë shtetit. Në Gjermanim të këtë. Ska dhe atje uj, ka problem. Pa tjetër, po Gjermania ka problem. Ka vite kjo pa të ju jeni. Bjeshi jo. Qa boje, di të qa boje? Jo, beja, qam tja preja. Ja mërë që legeni më jam. Ja dhe ke. Me shampo më dorë, shiu. Apo qosh ky shiu bearit, si vrapi gomarit. Kushe di sa i ka bajt fatura. Pa jo përse, a s'ke ujë më shpi, pa dilema në pare më shi lau. Morshat kegjen. Je njap këtë bitë shim Tiranë. Më ta ruaj me weather forecast, dhe i lëm ditën për t'u larë. Që të bo me shampo ke shkallë, që të bo. Je për prek filloj. 2 metë e ka dhonë sot bje. Larg budalejve. Banere më. Qatë bojë hoxhe, halë po. Problemi është që verës është shiu i shkurta për të ngellet koka me shkum. Për të shi, dhe këtë du ta menoj e. Qa i smesoj se t'u lamë më shi djetorja që. Pa tjetër mu. Shi pëhari. Apo qoshin në rofët. Apo që bjek të në Tiranë. E keni vonë me natë shiu në parë, jo balë. Nuk është shi. Po që e shu vapën me jere, bohet. Jo. Me thonë, fillim do të bësh masken me baltë, a i shiu parë. Nasa ne mas 2-3 ditë është Allah. Oke. Nese, një zidhi ishe, ju dini vetë gjënëm, nuk është se... Po unë nuk besoj që në Tiranë ka vene që s'ka ujë 24 orë. Po lafe, mor dasha ke janë ta që nuk i duan të mirë në këti vëndi. Jo ma e ka kry Tiranë këtë mobet me ko. A e ka marrë u kjo punë të shi. A e leda i Tiranë pa ujë. Pa që thumër ja. Ju nuk i merë një seriosisht fjallet tonë. Pa tjede? Ti kënë tjanë në... Marroj kjo punë. Je mish ngrënës? Po pëse nuk duke... Të duke tip salate unë? Mu ta qumë salate. Po ju më quna si e keni mardhënë me mishin? Me mishin? Qka, Qka? I vegetarian i vogën. Yes. Se kemi vegetarian. Kush është vegetarian? Jo, një sekundë të doli njoni jo këtu. Krani, qa ke? Qarë? Fare? Fare, vegetarian. Vegan? Vegetarian? Po qarë? Ti eshtë jo mish ngrënës. Si pa mishe? Pa mishe? Pra ne rri unë ke kamera ti se s'ke forë. Pra ne jem ullë djere. Ja këtë qura gjarë me mishe. Në faktë, kam i shokun tim, a i ri në Francë. Mishë ngrënës si të mërshë. Ka lezet. Me proteina, burë, me protein. Mishë, pa pëthe mund ty.
Jalla, i cop brokulin jetë dhe vetë se ka. I thanë, ka ardhë mishi freskët ke supermarketi atje në lagje, ke dyqon kasap që ishte. Si hyni mrena e la... To e zjedh vetë. Pa tjetër, se këto francese njofin të brione, se këto brione që janë. Qele a la mignon e këtë. Ajde. Ndigjeni pak, se më ka që dhe vite, se është gallat fare që shoku kom. Qiveni? To e zjedh vetë. Qikë e vrapaj. Ajde, këtu. Ajde. Ma jeti krave ti ta provoj. Ajde. I thot ati të cilë e riqese, vajti me vrapaj të mori qesët. Si e ka kofshën aty më për njërën mërë. Ajde, mërlani, ajde. Qarë quni. Shumë mirë. Ajde, migo, ajde. Pa e haka dhe krudo. Pa. Pa që e hajnë francesë në për. Se pas ka medium rare, ty e pas ka rare. Jo, rare. Që e ka në francesë, ka. Po me maru furnizimi do hajnë dhe këto punëtorë të marketit, bestaj. Shala ngobe për shive. Se është, e shio, mirë. Që ka dhe vetë pak kasap. Po jo, si është si këto. Somilierë të verave që nuhate bolle, jo, pere prije skugjën e haja, mërë dhe... Ti qa zjedhaj? Atë mërshë dhe gjegjën, e? Po si ka mundësi i ka dhonë Franca këshuk dit? Jo, i japi një kartë, ja varin, edhe futet. Kush ka ti thotë pas u futet? Kush është e gjithë ndalë mos kalon? Ik dora të rikëtu. Ajde, shive si është. Atë mërshë atë liga. Ajde, lali, Asi lunë me to, ja. Ajde, me pas qërë. Në fakt, ka një teori që mishi kuq nuk duhet konsumuar shumë, po jo. Asta i doli edhe brokoli të fëndëme. S'po del njeri që... Në fakt, Gentiani thot, aparte, ti se mirë, thot, lepër ishi habar, si është? Flenë në tokë, po i ku flenë malë në borë. Po e fle jashtë që hamish. Se jo po i ndyrë në atje po protein, i gjokë, po... Ishtë në sheqerin ju pas talë e në regu, pa të mishin. A se duhet e i sheqeri, ja? Sheqeri pa. Po mishi jo. Qa do me e ly sheqeri? Do t'a ly sheqeri? Ta bëj mish karamelizato, të dyja bashkë. Qëndroni aty. 067 220 88 88. Denonconi me video të çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Moj vajza që të naqëm. Edmond, si e ka? Edmond Cenodemaj. Në Patos. Në 1988, mbaron shkollën e mesme, profesionale. Shkolla e mesme e bashkuar Lefter Talo. Po, që sot nuk është më dhe gjithë materialet arshivore. Edhe mirë keni bëj që e keni mbyllë se çfarë duhet. Pa tjetër, gjithë materialet arshivore të shkollës kanë kaluar të shkolla Zhani Ciko, që është pëm Patos. Nëse zotëria mbarojnë në ato vite shkollën e mesme, me shkëputje nga puna, pra jo natës, si e them, për frekuentuar gjithkohës, për kërkim gaz naft. Sot, pas të kaq kohësh, në Greqi atje të kështë, i duhet, për shkak të një pozicioni pune, apo një gjysë... Jo, mërë, po vazhdon Greqia ka kështu puse nafte, prodhone, pa tjetër, po të gjenë. Jo, se dhe ne kemi, po në morin të hujët. Jo, ne mojnë me specialistat e hujët. Po. Nese, i drejtohet shkollës, i thotë të lutëm, dua një vërtetim, thotë që kam mbaruar shkollën e mesme, me këtë numër amse, thotë edhe ma jepni. Por, edhe në do, me u abit të gatë që për jerë, edhe ja jabi vërtetimin. Edmond Cenodemaj, kam mbaruar shkollën e mesme, që i kishtë emrin e i? Po, Zhani Ciko. Jo, tjetërën. Kjo e kishte Lefter Talo. Lefter Talo. Ka që mëroj. Po, pra për qarë? Më falë, thot, për qarë. Ja, thot. Kështu e kemi në këdo, vetëm shkollën e mesme, thot. Po, më falë, një pyetje kam. Nëse këto dokumenta do shkishin shku ke liceu i Fjerit, do kishte dalë për violin. Se varë ku shkojnë letrat. Se e ka një maskaramër për i dhe të mëre, se do ta edhe shposh gjithë të punë, se reformë arsimore të që të lutem. Nëse numra tam do shkoshin ke liceu, i Fjerit, do kishte dalë për violin qenë. Ose kontrabas, a ku t'i gjohën. Bas tuk. Po, ore i thot aji, të lutem, edhe atë specifikohet për qëfar e kam baruar. S'ke gjë këto i thot. Deri këtu jemi ne. Këta zotri që janë të ty kanë të drejtë që të përcjedhin materialet e vërtetimit çfarë ka numri amzës. Ata ustallarët atje pas, se s'po du me thonë laf tjetër, kanë shkruar të më kaq, shkollë e mesme. Ndërkohë që në atë shkollë mesme të bashkuar kanë qenë për bujqësi, për politeknike, pra naftë dhe gaz, edhe mesme e përgjithshme. Se kishte shkolla në atë kohë, babam, jo kështu merre me lëngë se mishi ka marru.
Pra, një histori aq sa absurde dhe qesharake dhe të lush nga mend të kokës. Në këtë vend që nuk kanë kaluar as sa ku diun sa vite dhe nuk gjenë më numra amza, sepse i kanë lënë kastile kështu sipas ekspertëve dhe kjo është për dhënë vërtetime të shkollas mesme që e kanë mbaruar, ku ti do të qefin fjerën pa Sot çudi që në njënin e kemi edhe deputet to e marrë Pa, numrin e bravo. amzës. Ndërkohë, pyetja që duat ngreqin në fillim fare dhe ndoshta më jemi për lidhje deri në fund, si ja bëjnë këto vendet e huaja që kanë vetë ca miliona, më shumë se ne Mërgjanëm, e shkollat mesme ku diun sa kanë pas. E ke fjalën për miliona dollar për miliona njerëz. Njerëz për plak. Sa miliona dollar më shumë kena harxuar ne se ka harxuar ne më tan. Po shumë Gjermania, Italia, Franca, që kanë pas kanë ato shkollat mesme profesionale që kanë Rusia. vërtetime, kanë arshiva të saktë. Kina, India. Kina. Sa i ka amzat India më. Po mërjau, si ja bëjnë. E imagjino me të humb numri amzës në Indi, hajde gjeje ma. Pa. Dijeni pa havin e parë. Ju përshëndes nga bashkia Patosit, jemi këtu për problemin e Edmond Cenodemaj, i cili në vitin 1988 përfundon shkollën e mesme të bashkuar Lefter Talo për teknik nxjerrje nafte dhe gazi. E sot pas më shumë se 35 viteve, kërkon që të marrë një vërtetim të shkollës së mesme të bashkuar dhe përballet me këtë lloj probleme. Unë jam në Greqi, për arsye pune më nevojitet dokumentin i përfundimit të arsimit të mesëm, të cilin unë e kam mbaruar në vitin 1988 në shkollën e mesme të bashkuar Lefter Talo, Atos, Fjer, dega nxjerrje nafte. E kam marrë në Shqipëri në muajin maj që të marrë vërtetimin e duhur dhe u paraqita te sekretaria e shkollës Gjimnazi Xhani Ciko, në të cilin janë arkivuar dokumentet e shkollës Lefter Talo, e cila është mbyllur. Nuk e morën parasysh fare të dhënat që ka dëftesa, dhe më thanë një vërtetim i cili nuk përfaqëson realitetin faktikisht që ka mbaruar, i cili është i pavlerë për atë që dua unë në Greqi. Më thonë që në librin e regjistrin e amzës nuk shkruhet që është regjistri i shkollës Lefter Talo dhe nuk nxjerrin dot që është çfarë shkolle ka mbaruar profesionale dhe çfarë profesioni. Duhet të ketë titull studimi, titull çfarë ke dalë ti nga kjo shkollë, domethënë, që ta bëjmë ekuivalentin, të thonë greqisht që ka mbaruar për teknik nafte. Herët, ju përgëzoj herë që i keni mbyllur ca shkolla profesionale, mirë keni bërë. Po tjetër, I ka Abdullah. Ku që de, për çaj do? Shkolla profesionale. Për çaj? Që të përgatisi kuzhinier, kamarier, hidraulik, mekanik, gjenerik. Që duan ato? Apo pojaxhi, apo tornitor. Sojnë vetë ato sanatën. Pa që atje, rim brava në i shoku Po pa çfarë ndryshimi ka ky që ka bërë shkollën për nxjerrje gaz naft, me atë që është ke pistoleta e karburantit që ai nxjerr gaz dhe naftë. Pra më thuj ti mua. Iso janë. A nxjerr gaz dhe naftë ai? Isoj dhe ky. Pa më pcikesh. Jo po të rinë bëjmë 4 vjetë shkollë me. E po si... Po isoja... Vë karta në i pip sa lek do vla, 10.000 lek. Mirë bëllë që i mbyllet. Sa duhesh i A që e më me që keni bok të vend? Sa t'na vishë... Myllja shkolla profesionale, myllja gjithë fabrika, uzinave që ishin që mund t'ishin përmirësuar gjitha. I ka drejt Europës e plak, me brek në përkop. Ne si jemi popull për të punuar, ne jemi popull për të drejtuar. Ato, leader! We are the leaders. Atëherë, vajtëm të kjo shkolla që sot është Zani Ciko, Xhani Ciko. Ciko, pardon, që ka dëftesat e asaj të vjetrës. Pole me drejtorin, tha unë, kështu si e kam të shkujt, me tha, këtë do t'a japa. Por, që më duhet t'a them, drejtorit, aparte, që unë i ri, i artikulum, i mirë, më bëri për shtypje dhe më pëlqeu shumë varsja që ke o drejtor. Shumë e bukur. Të bëri? Unë thash ishte bilbil. Jo më... Ishte farsë. E më është një varsje tribal shumë e bukur. Më pëlqen. Ha? Më pëlqen. Shumë e bukur. E ka kështu, e ka mbi bluze. Shumë e bukur varsja. Mos u merrni me varsën, dëgjoni shtot, por dhe shikoni dhe varsën pak. Ndiqeni. Jemi në gjimnazin Xhani Ciko. Në kohën që Edmondi ka përfunduar shkollën e mesme, kjo shkollë mbante emrin Lefter Talo. E në fakt demonstron dhe deftesa e pjekurisë së tij, ku
Ka mbaruar shkollën e mesme teknike me shkëputje nga puna në specialitetin nxjerrje nafte e gazi. Ndërkohë, në vërtetimin që është pajisur në maj 2025, vërtetimi i fundit, në fakt, arsimi i tij është në degën prodhim. Por lista e notave, si dhe fotografia, sipas dëshmisë së qytetarit, është e njëjtë si kjo që ka në deftesën e pjekurisë të tërhequr nga universiteti që kishte nisur dhe që nuk e përfundoi. U takuam me drejtuesin e kësaj shkolle. Çfarë na thot ai? Në radhë të parë, në momentin që ju e keni marrë drejtimin e shkollës, përse amzat e shkollës së mesme të bashkuar kanë qenë këtu? Ke informacion? Sepse në një pjesë të tyre janë edhe nxënës që kanë mbaruar gjimnazin. Ajo është një amzë e cila ka jo vetëm gjimnazin e përgjithshëm, por ka pas një shkollë e bashkuar. Po ta vësh re, është gjimnazi Zhani Ciko Patos. Ka këtë shënimin që ka mbaruar në degën prodhim. Kupton? Pra amza në vija të përgjithshme dhe në atë që na tha zotëria, është një amzë e cunguar, jo e plot. Personi ka ardhur këtu në fjalë, ka kërkuar një vërtetim. Dhe ne e kemi pajisur me atë vërtetim identik siç është amza e tij. Madje personi ka qenë vetë prezent për të qenë ai qet me veten e tij, i kam hapur amzën përpara dhe ai ka parë vetë fille përprese se çfarë ka amza. Dhe unë nuk kam dieni se çfarë ka qenë shkolla më përpara dhe unë jam i detyruar sipas ligjit të arkivave t'i jap identik se çfarë përmban amza. Këto amza, a nuk janë nga të shkollës Lefter Talo? Sepse unë i kam thënë dhe personit në fjalë që as në fillimin e amzës, as në faqen e tij nuk ka një vull me emrin Lefter Talo. Nuk ka asnjë lloj indicie që unë të bindem që kjo ka qenë shkolla Lefter Tale, prandaj unë atij i kam dhënë fill se çfarë ka amza, as më shumë dhe as më pak. Po ç'ti thot më ky e ka, por ky mund të fillojë një punë shumë të mirë në Greqi, më i duhet specifikisht profesioni për cilin e ka bërë më. Po sa kanë shkruajtur e plak se mbytë mend, për këtë po flasim. Kanë qenë ca kausha atje, ca ignorant. Ku dëgjojnë që kanë marrë amzat i kanë mbyll dhe e kanë lënë kastile kështu, sepse do ndëgjoni ndryshim me Medin, do dëgjoni, pardon. Dhe do thotë qartë të pasër, i lën kastile kështu. E para thot kur ti viralla, po e them të gjithë që lidhi muhabetin. E para që është të mërshme që janë akoma këto amsa kësaj shkolle, i shkollë tjetër që duhet jenë në arshiva atje, ku të gjojnë për tjetër. Dhe dyta ka lënë kastile kështu që, se mirë kodra, s'kam të mërshme vla, 5.000 euro. Po, hajde të ta japo të vërtetimin. Ti këput numrin e amsës, pa specifik, pa gjë, të mërshme amaroja mërshme. Disa i po puna ti për të lartën, më. Ka përcen 4 vite. Kjo është të lush menqë, vla. Kjo është, ka bot tjetër shkollë dhe në atë ko. Dhe Ministri e Arsimit që ka qenë në atë kohë, shoqja e nderuar, ka specifikuar qartë për këtë naftë, gaz, bujësore e përgjithshme, mbaroi kjo punë. Aty i kanë letrat, po duan t'i hapin. Ndiqeni pak në zyrën arsimore vendore të Fierit. Sipas gojdhënave thonë, si gjyshja ma ka treguar. Kanë kalu vetëm 30 vjet. Po themi 30 vjet, ha? 30 vjet nga që kur është mbyll shkolla, po kujtun kur mund të jetë mbyll, po themi 30 vjet. Po 30 vjet më. Do të bësh gërmime arkeologjike. Bravo. Kanë kaluar vetëm 30 vjet. Po duhet marrësh ekipe, duhet gërmoshe se mund të priqesh në një gjë, në kollonë, në një gjë. Akoma bota ka shkrimet e Nikola Kopernikut, e Galileo Galileit, e skicat e Da Vinci. Ku ka bosh shkollën Michelangelo. A moni më qërë pas kemi qenë mërë. Po si ka mundësi mërë buridhejot, po si ka mundësi. Nuk e ka me nere, e ka me këta, që majnë akoma shkrimet e Kopernikut, e Galileo me këta dhe. E ka në trejtje. Po pse nuk u dojët në erë jo, nuk patët luft jo, ha? Aj, shmi keni mush do labet me letra kot. Pa tjetër, dijeni pak. Ndalojmë në zyrën vendore të arsimit parauniversitar Patos në lidhje me problemin që na shqetëson. Sipas gojdhanave, ka qenë shkollë e mesme e bashkuar, ku kanë qenë 3 profile: gjimnaz, naft, ka dhe pas dhe shkollë bujësore. Dhe ne këtë e kemi parë tek amza, që në atë amës janë nxënës të gjimnazit, janë nxënës të teknikumit, po e them të naftës, edhe të bujësores. Amza, kur fillon nga ky numër amze, në këtë numër amze bëhet fjalë për këtë shkollë. Amza nuk e ka këtë element. Po si nuk e pas ka këtë element kjo amza? Së është gabimi im. Ja pra ku jemi. Jemi në këtë pikë që kjo amza që ekziston aty, nuk e ka se cilës shkolli përket. Nuk e ka. Këtë element nuk e ka në faqen e parë të saj. Nga Drejtoria Rajonale e Arsimit Parauniversitar Fier, përgjigjja është kthyer me shkrim qytetarit, ku në fakt është e njëjta gjë që na thuhet
si nga shkolla, ashtu dhe nga zyra vendore e arsimit Patos. Nuk mundet të shkruhet asgjë më tepër nga ajo që ka të shkruar në AMZ. Në rastin konkret, duhet thënë që AMZ-a, që administrohet nga shkolla Gjimnazi Zhani Ciko sot, ka i mangësit tepër të madhe, mungon emri i shkollës. Pasi, në atë kohë, është quajtur shkolla e mesme bashkuar Lefter Talo, ku kemi dhe gjimnazin, dhe shkollën bujqësore dhe shkollën teknike. E sot përballemi me këtë situatë, ku Edmondi nuk mund të marrë një vërtetim që t'i bëj punë për te kufive tanë, sepse AMZ-a është e cunguar. Ky shkon me gjyq kam përshtypjen. Do gjej një 3 shok klase. Jo pra se e thot, zoti Mehmeti, e thot tash i qartë. Kjo nuk është çështje gjyqi. Gjyqi është për të vërtetuar që u kam qenë këtë shkollë, që janë 3-4 shok. Ky e ka që e ka mbaruar shkollën, pra nuk ka nevojë për ta vërtetuar që e ka mbaruar të mesme profesionale. Problemi është që nuk ja shkruajnë për çfarë e ka mbaruar. Logjika vaje kot, po ka mbaruar të mesme. Po çfarë të mesme? Harry Fulcin. Apo për kuzhinier. Po ja pra ka mbaruar për naftë, gaz, jepja më të hongër drejtë më. Shkruajnë më si duhet të letra, më çajeni tu bok shumë plak. Po vajti i dha certifikatën e lindjes Donald Trump, ai mëse më lytet mençmë, e kuptoni çfarë veni jemi. Ai kancelari i Gjermanisë. Ai. Po s'ka çfarë bëj gjithë ditën ai. E po patjetër, i ka thonë aty ne. Ma jeni çikë gjyshin e Trumpit, por do na do. Kujtoni se janë lodh, kanë filluar të kërkuar, vetëm i ka vonë emrin. Çka kujto ti ja. Pam ka dalë atje. Që 1800-ën. I ka rujt lehtë ato certifikat që 1800, certifikatet lindjes. Patjetër, patjetër. Çfarë Qarë, drejq, edhe u dojë Gjermania. Na u bo, për i rusit dhe për Amerikanëve. Pra ndaj nuk e regjistrojmë në lindjet us, që mos kemi probleme mas 200 vjetëve. Na humbi certifikat. Nuk regjistrojmë në fëmijë këtu kur lindi se... Që duhet? Certifikata mas 200 vjetë, hajde gjeje. Hajde gjeje ti. Hajde se mu kujtu i gjo, a kemi kota thender këte se të qekem këshu sot. Me një certifikat në i-Albania. Ta jep sistemi. E ke marri qiki natë këtë i-Albania. Jo, një sekund, ta jep sistemi, o vla. I-Albania, po. 10 ditë e ma në dokumenta. E shko për të dërzu dyku. E, thot, du të freskët, dhe du të sotmen. Po, si, ku, ma atë e 10 ditë, pa jo prishet, mor. Fillon me rajo. O, qënë? Orë mos më lyjë men. Do mu helmu, apo do me... Orë, më ka dhoni i-Albania. Këto janë të dhënat e mija, kjo është familjarja. Ja, du më të sotmen. Po e ko... Ore në sistemi më rekomorë, për s'ka ndryshua. Ja, ba, du të sot me nënë atë. Po për qare do t'i të sot me në? Ato që ishin me shkrim dore ishin 6 muja, fati. Po. Dijini pak ekspertin. Zoti Mehmeti, ju kemi njohur me rastin që po trajton stop. Ju gjithmonë keni një këndvështrim kritik, por që në shumicën e rasteve ka rezultuar i vërtet. Cili është këndvështrimi, çfarë ka ndodhur me këtë rast në shkollën e mesme të bashkuar Lefter Talo dhe sot Zhani Ciko? Po, është rast i pa precedent. Për herë të parë dëgjoj që shkolla mban AMZ-at në 40 vjet. Do të thotë shkolla duhet të kishte dorëzuar AMZ-at me kohë. Shënimi që ka dhënë në AMZ është qesharak. E nuk thuhet në degën prodhim. Ku? E para një do specifikohet me të zezë se çfarë është. E dyta nuk ka deg prodhim. Për ta bërë më të lehtë për qytetarët, ky është plani mësimor. Unë kam kopjen e tij. Dal nga ministri Tefta Cami në 83-shin dhe thot zbatohet për herë parë në 83-shin dhe shikoni këtu me vëmendje, thot specialiteti, pra plan mësimor për shkollat e mesme me shkëputje nga puna, specialiteti 2 pika, pra duhet i thuaj specialiteti zotris, që ai ka nxjerrje dhe prodhim nafte. Komenti juaj, zoti Mehmeti, në lidhje me AMZ-ën që nuk është specifikuar se kujt shkolli i përket? AMZ-at pastaj janë bërë në mënyrë të tillë që të japin sa më shumë, të japin mundësin që të shpërndajet numrin në sa më shumë qytetarë. Pra njëri t'ja japin për prodhim, tjetrit t'ja japin për nxjerrje, tjetrit t'ja japin për këtë, me të njëjtën numër regjistrit dhe AMZ. Pra hapen arkivat, gjendet se shkolla e Patosit çfarë drejtimi ka dhe i jepet, sepse nuk zgjidhet siç kemi thënë me gjyq. Se këta thonë me gjyq, në gjyq ne vërtetojnë që në 84-88 unë dhe ju kemi qenë në shkollë, po nuk zgjidhet specialiteti. Ministria e Arsimit duhet të urdhërojë një grup inspektimi të shkojë, të marrë këto letrat që kam unë, se i kanë në ministri, dhe të shikoj pse nuk është zbatuar plani i ministrit në atë kohë, se nuk ka rëndësi ministri kush ka qenë. Zonja Tefta Cami, zonja Nikola apo zoti Tafaj. E rëndësishme është që shteti është shtet dhe kjo tregon që ne kemi institucione të dobta, i kemi dobësuar dhe kemi bërë kaq qesharake vetëm me një qëllim, të përfitojmë sa më shumë në mënyrë korruptive dhe abuzive. E dëgjuat zotërinë e nderuar, si ma në AMZ-at aty dhe është AMZ-at. O punohet në klan.
E po punohet në televizionin tonë, e kupton apo? Kush punon në torë meriton një medalje. Punët e natës si e bardhë e plakës kam pas thonë dikur. Më lytë menç. A do korrigjohet gjë? Jo, vërë, jo. Thjesht desha me fol me qytetet e tufin tim dhe me ragun e qytetarit, sepse ashtu e kam bërë. Domethënë është si ajo shpreha e vjetër amerikane kur doli kompjuteri. If you put it a piece of shit, it gives you a piece of shit. Pra në qofë se i fut me nere mrena, ashtu do t'japi. Edhe këto ashtu e kanë lënë dhe ashtu do japi dhe këto tjerët. Sepse nuk kanë specifiku, sepse e kanë bo për qenë abuziv, për të vjetë, për të mashtru, për që vërtetime për personave që se kanë qenë asi dit në atë shkollë, që borë me të mesme. Pasa ka kështu këtë vend? E në hajde ti ta gjesh të drejten, ku t'jurë masa viteve, kur kanë kaluar vetëm 30 vjetë. Kthehemi pas pak. 067 220 88 88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju. Bravo Goca. Atere në rutinë tashmë do ta quaj tonën për të ndihmuar familjen, nevojë njerëz, nevojë plot gjëra të tjera. Këtë radhë kemi vajtur me çunat e Bostonit dhe Fondacionin Bashkë për Shpresën. Nuk mungojnë çunat e Bostonit. Faleminderit çuna. Shumë madhe, të mrekullueshme. Jeni gjiganta. Gjigant në skenë. Atere, në disa familje për rreth Shqipërisë për të ndihmuar me aq sa mundeshin. Ka të bëj simbolika. Sigurisht që këto familje do të jetojnë mirë ose do kenë një mundësi më shumë, por është simbolika brenda gjithës kësaj, që ta kuptoni që sigurisht pa një kamer në mes, pa rudinën, strumullarin e kësaj gjëje, pa violën apo kujtun pa një njeri tjetër mediatik, mund ndihmoni dikë që është aty afër jush që ka nevojë për diçka. Qoftë edhe një gjë e vogël, aty do t'i bëjë një ndryshim të madh. Filloni dhe ndihmoni familjet nevojë. Ndiqeni. Miqtë Stopit, përshëndetje. Kemi udhëtuar sot drejt qytetit të Kavajës dhe unë po takoj me Rudinën, përfaqësuesen e Fondacionit Bashkë për Shpresë. Si gjithmonë do të bëjmë gjëra të mira, sot çfarë do bëjmë? Ne kemi kohë që kemi filluar një fushat në ndihmë të njerëzve në nevojë. Sot do të udhëtojmë në qytetin e Lushnjës, Kavaj dhe Varë, në fshatrat të Kavajës në Luz dhe Lekaj. Me shumë miq, kolegë, bashkëpunëtorët tanë dhe misionin Stop, shpresojmë të ndihmojmë sa të jetë e nevojshme. Jemi vendosur në fshatin Lekaj dhe çfarë do të bëjmë këtu? Në një dyqan që pikasëm, biseduam me zonjën për të shkryer disa detyrime për të ndihmuar sadopak të familje që kanë marrë me listë që themi ne ose bosh në dyqanin ushqimor. Okej. Po. Një familje ka 50.000. 50.000 lekë të vjetra? Të vjetra. Edhe kjo po 50 të vjetra dhe ka 35.600. Këto 3 familje ju lutem mund t'i prishni të njoftoni që Fondacioni Bashkë për Shpresë në bashkëpunim me misionin Stop i ka shlyer detyrime. Dhe vazhdojmë të jemi në fshatin Lekaj, në familjen e zotit Agim Biçaku, ku së bashku me Fondacionin Bashkë për Shpresën dhe çunat e Bostonit, kemi sjell disa ndihma për t'ju ndihmuar duke qenë se jetoni në kushte tepër të vështira. Jo, respekte shumë që erdhë, shumë zoti u shpërbleft, më fjalë dhe ju falenderoj shumë. Jemi vendosur në fshatin Luz i Vogël të Kavajës dhe jemi në familjen Ajdini, ku djali i zonjës Sadete prej një viti është i sëmur, apo jo, nëse është i sëmur? Ka demenca. Ka demenca nuk heqë, truni nuk ka tharë, gjysma truni, portfol nuk fletë mirë, portfest nuk heqë. Dhe me çfarë të ardhura shetoni? S'kemi të ardhur, me nima që na japi njerëzit. Edhe ne si fondacion, duke dëgjuar shqetësimin tuaj, jemi mundësuar të marrim bebelino, letra të lagura dhe shtresa për djalin tuaj, gjithashtu ushqime për t'ju ndihmuar sadopak në këto kushte të vështira. Shumë faleminderit, zoti ju shpërbleft.
Jemi vendosur në Vorë në familjen e Zotit Hekuran Koroni. Zoti Hekuran, ne së bashku me Fondacionin Bashkëpërshpres, ju kemi sjellë disa ndihma. Ju faleminderit, të nderuar qofshi, ju faleminderojmë shumë. Faleminderit. Faleminderit. Okej. Fondatori i Parkut të Punave të Bostonit. Natën e mirë, në përshëndetje, kalofshi një fundjavë të bukur. Triti. Lonza. Lonza. 067-220-88-88. Denonconi me video çdo gjë që ju duket e padrejtë, sepse gazetarët më të mirë investigativ jeni ju.